Historia e Enokut nis në një kohë kur bota ishte ende e re dhe ndarja mes dritës dhe errësirës nuk ishte asgjë më shumë se një fije e brisht. Ai ishte pasardhësi i tretë i Kainit. Një linj gjaku që njerëzit asaj kohe e shihnin me frikë. Sikur mallkimi i vjetër i vrasjes së parë të rëndonte mbi çdo brez. Por Enoku nuk ishte si të tjerët. Qysh fëmijë tregoi një zgjuarsi të pazakontë. Vështrimi i tij depërtonte në gjëra që njerëzit e tjerë nuk i shihnin. Ai dallonte lëvizjen e yjeve, kuptonte ndryshimet e erës dhe thoshte se zëri i padukshëm i qiellit i fliste në ëndra. Shpesh largohej nga fshati dhe humbiste në male për ditë të tëra. Kur kthehej, sillte me vete shenja të çuditshme, gur të gdhendur, figura që askush nuk i njihte dhe rrëfime për krijesa që jetonin midis njerëzve pa u parë. Të moshuarit filluan të dyshonin se ai mbante një njohuri që nuk i përkiste tokës. Ndaj një natë, teksa zjarret e fshatit fikeshin, dikush tha me zë të ulët: "Ky djalë fsheh diçka që nuk duhet ditur." Dhe kështu filloi historia e librave të tij të ndaluar. Me kalimin e viteve, Enoku u bë një i ri që ngjallte habi dhe shqetësim. Ai fliste pak, por kur fliste, të tjerët ndalonin për ta dëgjuar. Tregonte se nedve i shfaqej një dritë e bardhë. Jo si drita e hënës, por si diçka që vinte nga një botë tjetër. Ajo dritë i fliste, i mësonte gjëra që askush nuk do t'i mësonte kur nga njerëzit. Nuk jam vetëm, përshpëriste ai. Dikush nga qielli më thërret. Fshatarët filluan të friksoheshin. Në një mbledhje të fshehtë, disa burra të moshuar vendosën ta ndiqnin Enokun, për të parë nëse ai vërtet fliste me dritat qiellore. Një natë, kur hëna ishte e errët, e pan djalin të ngjitej drejt kodrave. Ai qëndroi aty, mes shkëmbinjve, me krahët hapur sikur priste diçka. Papritur qielli u hap, dhe një rreze e ndritshme e zbriti mbi të, aq e fuqishme sa burrat u rrëzuan nga frika. Ata nuk kuptuan gjë, vetëm pan siluetën e Enokut të rrezatuar në mes të asaj drite. Kur gjithçka u zhduk, ai u kthye në fshat me fytyrë të qetë, por me sy që nuk dukeshin më njerëzor. Atë natë filluan thashetemet. Ai nuk është si ne. Pas asaj nate të çuditshme, Enoku nisi të shkruante. Ai kërkoi lukur kafshësh, gur të sheshtë dhe çdo material ku mund të gëndente i diçka e përjetshme. Askush nuk e dinte çfarë po bënte, por ai qëndronte i mbyllur me orë të tëra, derisa gishtat i mbusheshin me pluhur guri dhe boj të errët. "Por ruaj atë që më është dhënë", tha një ditë me ton që nuk linte vend për pyetje. Kur disa të rinj u përpoqën të shikonin se çfarë po shkruante, Enoku i paralajmëroi: "Këto fjalë nuk janë për këdo. Kush i lexon pa leje do ta ndjejë peshën e qiellit mbi vete." Që nga i moment frika u shtua. Por zërat për librin e tij të parë u përhapën. Thoshin se ai shkruante për engjëj që zbrisnin në tokë, për krijesa që nuk ishin as njerëz e as hyjni, dhe për ligjet e universit që nuk duhet të zbuloheshin. Disa madje besonin se Enoku po shkruante historinë e vërtetë të botës. Atë që as priftërinjt e as pleqt nuk e dinin. Një natë, një burr guxoi të hynte fshehurazi në vendin ku ai punonte. Ajo që pa e la pa fjalë. Simbole që lëviznin si të gjalla dhe vargje që dukeshin sikur ndriçonin në errësirë. I friksuar, ai iku duke thënë vetëm një fjali: "Ky libër nuk është njerëzor." Pasi libri i parë u përhap në përshpëritje, Enoku nisi të shkruante një të dytë, edhe më të errët. Ai tregonte se drita që e vizitonte nuk ishte vetëm mesazh, por qenie, ëngjëj të rënë që lëviznin midis qiellit dhe tokës. Sipas tij, ata kishin ardhur për t'i mësuar njerëzve gjëra që nuk u takonin: artin e armëve, njohurit e yjeve, fuqinë e bimëve dhe sekretet e metaleve të ndaluara. "Bota nuk është ashtu si mendoni", i tha ai një grupi burrash që kishin guxuar t'i kërkonin shpjegim. "Qielli ka thyer rregullat e tij dhe tani mbretëria e njerëzve nuk është më e pastër." Por ata që e dëgjuan u tmerruan. Njëri prej tyre, një burr i moshuar me druajtje të thellë, tha: "Këto janë fjalë që s'duhen thënë. Nëse ëngjët e rënë vërtet ecin mes nesh,
atëherë jemi në rrezik më të madh se sa mund të përfytyrojmë. Enoku heshti. Pastaj shtoi. Unë nuk flas për frikë. Flas sepse më është urdhëruar. Ai vazhdoi të shkruante natë pas nate. Drita e çuditshme që e vizitonte duke i gjithnjë më e fortë. Disa thoshin se ajo nuk ishte më dritë e qiellit, por zjarr që vinte nga thellësitë e universit. Dhe atëherë, ëngjëjt u shfaqën përsëri. Engjëjt të rënë u shfaqën natën, në heshtje në një qielli pa yje. Nuk ishin si krijesat e bukura të përshkruara nga priftërinjt. Këta mbanin mbi vete një pamje të huaj, të frikshme, me krah që digjnin si zjarri dhe fytyra që nuk pasqyronin asnjë emocion njerëzor. Kur zbritën pranë Enokut, toka u drodh. Gjethet u ngritën në ajër sikur koha vet kishte ndaluar. Enoku nuk u tërhoq. Ai u gjynjëzua, jo nga frika, por nga një lloj bindjeje që askush tjetër nuk mund ta kuptonte. Engjëlli i parë e preku lehtë në krah, dhe sipas Enokut, atë çast mendja e tij u mbush me vizione. Pamje të botrave të tjera, të fillimeve të universit, të luftrave mes dritës dhe errësirës dhe të një sekreti përfundimtar që nuk ishte shkruar askund. Ti duhet ta shkruash gjithçka, i tha njëri prej tyre me një zë që dukej si përplasje e stuhive. Sepse kur të vijë fundi, vetëm ata që dinë të vërtetën do të mbijetojnë. Fshatarët që pan nga larg u betuan se pan dritë të artë rreth Enokut, si një aureole huaj. Por frika e tyre u kthye në një ide të rrezikshme, duhej ndaluar para se të sillte mallkimin mbi ta. Dhe kështu nisi konflikti që do ta përndiqte për gjithë jetën. Pas takimit me engjëjt e rënë, Enoku ndryshoi. Fytyra e tij u bë më e qetë, por sytë i ndriçonin sikur mbanin brenda tyre një galaktik të largët. Ai filloi të fliste njerëzve me një autoritet të çuditshëm, duke i këshilluar për gjëra që asnjë njeri nuk mund t'i dinte. Katastrofa që po afroheshin, lëvizje të tokës, rreshje të pazakonta dhe shenja të ardhshme në qiell. Mos ndërtoni pranë lumit, u tha një ditë banorëve. Uji së shpeti do të marrë gjithçka. Fshati qeshi me të, por disa javë më vonë, një përmbytje e madhe shkatroi shtëpi të tëra, duke i lënë të gjithë të tronditur. Një natë tjetër, ai i paralajmëroi. Qielli do të errësohet dhe frika do të mbulojë tokën. Mblidhni ushqime. Kur një stuhi e pazakont pllakosi fshatin, njerëzit u mbajtën të mbyllur, duke kuptuar me tmerr se paralajmërimet e tij nuk ishin fantazi. Por paralelisht me adhurimin që fillonte të fitonte, linte edhe një frikë e errët. Nga vinin këto dijeni? Disa besonin se ai ishte i bekuar, të tjerë se ishte i mallkuar. Priftërinjt filluan të mendojnë se Enoku nuk ishte më nën mbrojtjen e Zotit, por në ndikimin e fuqive që nuk duhej t'i afrojë askush. Dhe kështu, hapat drejt përndjekjes nisën të marrë formë. Ndërsa fama e Enokut rritej, po aq rritej edhe frika ndaj tij. Disa banorë nisën ta shikonin si ndërmjetës mes qiellit dhe tokës, por të tjerë e panë si kërcënim. Asnjë njeri nuk duhet të dijë aq shumë, tha një prej pleqjve të fshatit. Një ditë ai do të kthehet kundër nesh. Priftërinjt lokal ishin edhe më të ashpër. Ata pretendonin se mësimet e tij nuk vinin nga engjëjt e Zotit, por nga qenie mashtruese që kërkonin të prishnin rendin hyjnor. Ai ka hapur portat e errësirës, tha kryeprifti, duke ngritur zërin para popullit të tronditur. Nëse nuk e ndalim, mallkimi do të bjerë mbi të gjithë. Një natë, një grup burrash të armatosur u nisën drejt shtëpisë e Enokut. Synimi i tyre nuk ishte thjesht ta friksonin, por ta zhduknin librin e tij dhe çdo gjurmë të dijes së ndaluar. Kur arritën, e gjetën Enokun duke shkruar, sikur e kishte ditur se do të vinin. Ju nuk mund ta ndaloni dritën, u tha ai me qetësi. Ajo nuk është imja. Burrat u hutuan nga prania e tij e çuditshme, por mlefi i tyre ishte më i fortë se frika. Ata e rrethuan, të bindur se po bënin të drejtën. Por atë natë, diçka ndodhi që askush nuk e priste. Kur burrat hyn me forcë në shtëpinë e Enokut, një herë e ftohtë shpërtheu brenda, sikur dritaret e padukshme të qiellit ishin hapur. Flaka e pishtarëve u dridh dhe disa prej tyre u shuan me një herë. Enoku u ngrit ngadalë, me një qetësi të frikshme. Ky nuk është udhëtimi im i fundit, tha ai. Njëri nga burrat u hodh drejt tij, por përpara se ta prekte,
Një reze e bardhë shpërtheu në mes të dhomës. Nuk ishte dritë e zakonshme, dukej si një perde energjie që i ndau njerëzit prej tij. Burrat u tërhoqën, disa duke rënë në tokë, të verbuar për disa sekonda. Në atë çast, Enoku doli nga shtëpia dhe nisi të ecte drejt maleve. Askush nuk mundi ta ndalonte. Çdo hap që hidhte, shoqërohej nga një shkëlqim i butë që ndriçonte rrugën para tij, sikur qielli i hapte një shtek të fshehtë. Një nga burrat, i tmerruar, bërtiti: "Ai nuk është njeri, është i mbrojtur nga qenje të paimagjinueshme." Por askush nuk guxoi ta ndiqte më tej. Nga ajo natë, u përhap lajmi se Enoku kishte hyrë në udhën e dritës, një rrugë që vetëm të zgjedhurit mund ta ndiqnin. Dhe fshati e kuptoi se historia e tij sapo kishte marrë një kthes të pakthyeshme. Enoku ecën pa u kthyer pas, i udhëhequr nga ajo dritë e çuditshme që dukej se buronte nga hapat e tij. Rruga e çonte drejt një mali të lartë e të zhveshur, të quajtur nga banorët Mali i Heshtjes, sepse asnjë zog nuk këndonte pranë tij dhe askush nuk guxonte ta ngjitej. Thuaj se aty banonin qenie të padukshme, që shfaqeshin vetëm kur qielli vendoste të fliste. Gjatë ngjitjes, era mori një ton të çuditshëm, sikur fshfërimat e saj përshpërisnin fjalë të panjohura. Enoku nuk tregoi asnjë shenjë frike. Çdo hap i tij dukej i sinkronizuar me diçka që nuk shihej, si një ritëm i vjetër i shkruar në gurët e malit. Kur arriti në maj, ai u ndal. Atje, qielli ishte më i afërt, yjet më të mëdhenj, dhe ajri duke i ngarkuar me një prani të padukshme. Pastaj, nga errësira, një figurë e madhe filloi të marrë formë. Jo plotësisht njeri, jo plotësisht engjëll. Ishte një roje qiellore, një uoçer i lashtë, një prej atyre që nuk fliste me njerëzit prej mijëra vitesh. "A ke ardhur me vullnet?" pyeti qenia, me një zë që tingëllonte si dridhje e tokës. "Jam thirrur," u përgjigj Enoku. Atëherë, figura hapi krahët e mëdhenj dhe i bëri shenjë të afrohej. Dhe kështu, filloi kapitulli më i rrezikshëm i jetës së tij. Roja qiellore i qëndronte përballë Enokut, i madh dhe i frikshëm si një portë e gjallë mes botës njerëzore dhe asaj të padukshme. Fytyra e tij nuk ishte tiparet e zakonshme të engjëjve. Ishte si një mask drite që ndryshonte formë sipas çdo rrahjeje të erës. "Ti je zgjedhur për të parë atë që njerëzit e zakonshëm nuk mund ta përballojnë," tha ai. Me një lëvizje të butë të krahut, qielli mbi ta u ças si një perde. Nuk ishte thyerje fizike, por një hapje e brendshme, një dritare drejt një dimensioni të padukshëm. Enoku pa një galeri të pafund engjëjsh, disa të dritshëm, të tjerë të zymt si hija e vdekjes. Ata lëviznin në heshtje, në një harmoni që sfidonte çdo logjik toksore. "Ky," tha roja, "është vendi ku fillimet nuk janë më thjesht histori, është rrënja e çdo gjëje." Trupi i Enokut dridhej, jo nga frika, por nga ngarkesa e së vërtetës. Ai ndjeu se mendja po i zgjerohej, sikur kufit e tij njerëzor po shpërbëheshin për t'i bërë vend një drite që nuk pushonte së rrituri. "A do të mund ta shkruaj?" pyeti ai me zë të pridhur. "Duhet," u përgjigj qenia, "sepse kur errësira të ngrihet, vetëm ata që e njohin këtë dritë do të qëndrojnë." Dhe Enoku pa se udhtimi i tij sapo kishte hyrë në një botë që askush nuk do ta besonte. Roja qiellore e udhëhoqi Enokun përmes çarjes së hapur në qiell, duke e futur në një sallë të pafund drite, ku ajri lëvizte si valë të padukshme. Atje nuk ishte mure, por kufi të ndërtuar nga energjia. Në qendër qëndronin libra të mëdhenj, të rrethuar nga një aureole ngrohtë, sikur çdo faqe merrte frym. Nuk ishin prej letre, dukeshin të gdhendur nga drita dhe hija në të njëjtën kohë. "Këta janë librat e fillimeve," tha roja, "më të vjetrit e krijimit, të shkruar para se koha të ketë emër." Enoku u afrua me kujdes. Sa herë që hapi një libër, fjalët nuk rrinë të palëvizshme. Ato lëviznin, shndërroheshin, formonin figura si histori që tregoheshin vetë. Ai pa lindjen e dritës, rënjen e disa ëngjëjve, betejat e padukshme që nuk u përmendën kurrë në tokë. Një libër i tretë i tërhoqi vëmendjen. Ai ndriçonte me një shkëlqim blu të thellë. "Ky është libri që nuk duhet të hapet plotësisht," tha roja.
brenda tij gjendet e vërteta e fundit, ajo që njerëzit e kanë frikë. Enoku vendosi dorën mbi të. Libri u ndez, si të njihte praninë e tij. A do ta lexoja? Pyeti ai. Vetëm nëse je gati ta mbash, u përgjigj roja. Dhe Enoku e kuptoi se tani nuk kishte më kthim prapa. Kur Enoku u ngrit sërish në mal, qielli dukej sikur e njihte praninë e tij. Retu hapën ngadalë dhe një dritë e bardhë, e pastër si kristali, e mbuloi gjithçka përreth. Ai e ndjeu se nuk ishte më vetëm një bir i Kainit, por një i zgjedhur që mbante brenda vetes një thirrje të padukshme. Ëngjëlli që e kishte udhëhequr më parë u shfaq sërish, këtë herë me një shkëlqim më të fortë, sikur mbante një urdhër të ri dhe më të rrezikshëm. Enok, tha ai me zë që kumbonte si bubullim e qetë. Ka ardhur koha që të shohësh sekretin më të madh që fsheh qielli. Ti nuk je zgjedhur për të dënuar, por për të paralajmëruar. Atë që do të shohësh sot, pak njerëz do ta besojnë, por ti duhet ta mbartësh këtë të vërtetë tek brezat që do të vinë. Drita u çarë dhe përpara tij u hap një vizion i pafund. Qenie të rëna që luftonin kundër ëngjëve të dritës, male që shuheshin, detra që ngriheshin dhe një libër i hapur në qiell, faqet e të cilit shkruanin vetvetiu. Në atë çast, Enoqi kuptoi se historia e tij sapo kishte marrë një drejtim që do të ndryshonte fatin e botës. Kur vizioni qiellor u hap para syve të Enoqit, ai pa librin e madh që qëndronte lart në një hapësirë pa kufi. Faqet lëviznin vetë, sikur një dorë e padukshme po shkruante historinë e botës me një ritëm që sfidonte kohën. Ai u afrua me kujdes, ndonse drita e tij e verbonte. Ëngjëlli qëndronte pranë, i heshtur, sikur i lejonte Enoqit të kuptonte vetë. Në faqe, Enoqi pa historinë e njerëzimit, lindjet, luftrat, gabimet dhe rënjet, por më e frikshmja ishte ajo që vinte më pas, një pamje e së ardhmes, e cila ishte ende bosh. Pse nuk ka asgjë këtu? Pyeti ai. Ëngjëlli ju përgjigj, sepse njerëzimi ende nuk ka zgjedhur rrugën e tij. Ti do të jesh ai që do t'i paralajmërosh për rrezikun që po afrohet. Lufta në mes të dritës dhe errësirës nuk ka përfunduar, dhe shpirtrat që ndjekin errësirën po rriten. Enoqi ndjeu peshën e kësaj të vërtetë të tmerrshme. Ai e kuptoi se libri nuk ishte vetëm një testament i së kaluarës, por një paralajmërim për ato që mund të vijë, dhe përgjegjësia tani qëndronte mbi të. Në faqet e librit, një tjetër vizion shpërtheu. Enoqi pa një qenie të mahnitshme, dikur e mbuluar me dritë e artë, por që tani binte përmes qiellit si një yll që shuhet. Krahët e tij të mëdhenj flakronin, por jo nga drita, nga zemërimi. Në fytyrën e tij lexoi një krenari e thyer, një etje për pushtet që e kishte çuar drejt shkatërimit. Ky është ai që dikur ishte më i lavdishmi, tha ëngjëlli me një trishtim që rrallëherë dëgjohej. Ai zgjodhi errësirën, dhe tani rënja e tij është bërë burimi i kaosit mbi tokë. Enoqi pa se si qenia e rënë u përplas në botën njerëzore, duke sjell pas vetes mjegullim, mashtrim dhe dëshirë për mëkat. Ai kuptoi se shumë prej gabimeve të njerëzimit nuk lindnin vetëm nga dobësia e tyre, por nga ndikime të fshehta që udhëhiqnin njeriu drejt prishjes së shpirtit. Ti, tha ëngjëlli, duhet u tregosh njerëzve se çfarë i pret nëse vijojnë të ndjekin hapat e tij. Për herë të parë, Enoqi u ndjeu një frikë të thellë, por ai e dinte se misioni i tij sapo kishte filluar. Pasi vizionet u mbyllën, Enoqi u gjën sërish në majën e malit, i rrethuar nga era e ftohtë dhe heshtja, por ai nuk ishte më i njëjti. Brenda tij tani jetonte një dritë e re, një përgjegjësi që asnjë njeri tjetër nuk e mbante. Ai e ndjeu zërin e engjëllit, edhe pse ai kishte zhdukur nga sytë e tij. Enok, jehu i tij kumbonte ende. Ti je thirrur për të folur, për t'u paralajmëruar, për të ndriçuar ata që ecin në terr. Mos ki frikë nga ata që do të dyshojnë. Fjalët e tua do t'jenë si zjarri, dhe ata që duhet të dëgjojnë, do t'i dëgjojnë. Me zemër që i rrithte fort, Enoqi filloi zbritjen nga mali. Çdo hap dukej si një preludi një rruge të re. Ai do të fliste me njerëzit, do t'u tregonte për engjëjt, për rënjen,
për librin që shkruhej vet dhe për zgjedhjen që i priste. Ai e dinte se jo të gjithë do ta besonin, por ai gjithashtu e dinte se e vërteta nuk kishte më kohë për t'u fshehur. Dhe kështu nisi rruga e Enoqit, një mision që do të shndrohej në legjendë.